mos me ra rrotull kësaj pune. Tu e marr parasysh që Kosova nuk është as në Këshillin e Evropës. A ka ndaj shteg të shkurtë, të shpejt për Kosovën në NATO që ju e shihni, apo është më shumë thirrje strategjike për orientim? Jo. Tani, ndryshe thonë, ka ndodhur veprime, edhe ka shembuj që mundet mu vepru direkt, ose ndryshe thonë lidhje shkurt. Mos me ra rrotull kësaj pune, unë besoj që muj me marë dakordimin e Ministrisë Luftës, Departamentit Luftës, se tani në Amerikë Departamentin Mbrojtjes quhet Departamenti Luftës, unë mendoj që muj me marë ftesën formale prej tyre, e pastaj aspektet tjera janë të zbatueshme, kur e ki punë politike, ose punë e Departamentit Luftës të Amerikës. Pra të gjitha të tjerat janë detyra shtëpisë që ato zbatohen, po fillimisht vyn një bekim quhet ai, blessing i thonë ata, ose një miratim, ose ftesa që me hynë në NATO, prej aty pastaj punë tjera në një farë mënyrë lehtësohen, nuk janë më aq vështira.